Besimtarët Bektashin festojnë sot ditëlindjen e të madhit Imam Aliu, njohur nga të gjithë si dita e Sultan Novruzit. Për besimtarët Bektashin, dita e sotme shënon nisjen e vitit të ri, dhe kjo përkon me ditëlindjen e Imam Aliut në Qabe. Kryegjykata botërore ka nisur festimet për këtë ditë. Rreth mesditës, në selinë e kryegjyshatës botërore të Bektashinve, ka zhvilluar një vizitë edhe kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama, i shoqëruar nga bashkëshortja Linda. Festën e Sultan Novruzit, kryetari i Partisë Socialiste ja uroi në selinë e kryegjyshatës drejtuesve më të lartë të këtij komuniteti. Më pas, duke folur për mediat, Rama ka uruar gjithë besimtarët Bektashin, por edhe të gjithë shqiptarët. Shumë thjesht dua që t'i uroj të gjithë komunitetit Bektashi më të mirat dhe me këtë rast, siç është me drejt zakon, të uroj edhe të gjithë tjerëve, të gjithë bashkëqytetarëve tanë, një ditë bukur, e cila t'jetë një augur i mirë për një vit bukur, sepse për tjerat jam i bindur se gjërat do të shkojnë gjithmonë më mirë.